Tanto. Pa, unë du hjetë. Më këtë, adën uj. Ja. Pa marri shishe uj, edhe erdha. Marrë tjetërin, hë? Atëherë. Si ke qenë? Ma mirë. Ideja e mramshme. A më thuj, se s'ftova si gjo. Po, prandaj ftova për kafe. Trego. Unë këtu më anë, përveç bashkë fermer, të konsideroj mikë temin, okej? Unë për veti. Edhe ideja është që mes keq, më ushtallë më shumë se sa duhet, kur perceptoj nga ana jote disa sjellje, po thojmë, që nuk ma dëshmojnë respektin ndaj mejet, si bashkë fermer, si person, si mikët tona tjera. Mram ishte një në këtë raste, por nuk ka ka një pari, se unë nuk marrë kështu... Ma shpjego atë mram se se kuptova. Po kjo ishte paradhënia. Mram, në momentin që unë erdha, okej, edhe më pyetne këto, të zjarmi më pyetne do shishe ujit, i thash okej, po shkoj. Edhe mora do shishe ujë, mora gjithmonë i marr plus. Ti kena. Ju pash ju tre aty, me që i kisha ndorë, ishi të pi ven e pash edhe unë. Por, kur pin ven, thahet, mund tjetë që i do me shplapak, edhe ju pyta, a do një uj? Blerina më tha, jo, kështu. Ti, unë që pash me i ta sy, ma bane literalisht, nërthojza literalisht, ma bane kështu. Po jam të pi ven u indri. Kreti shtu, mu mundova me bar replay, që kam pas sytë e mi. E unë, këtë mënyrë, e perceptova si, po ta përsëris, një munges respekti, sepse në fundit unë të pyta a dënu, s'pyta kur që keqe, që se ti e bane me pa me nu, me komicitet, me kudion, për mu po e përsëris për herë të fundit, në momentin që dikush të pyt, a don ujë, po jam të pi ven, më demek, a nuk e shef, kështu e perceptova, a nuk e shef që jam të pi ven, mor ti njëri, si më pyt mua don ujë, kur e shef që jam të pi ven, për mu ishte komplet e egzagerume. Edhe nuk ishte hera parë, që ma ban këtë gjohë, nuk ishte hera parë, se ma ki ba një 2-3 herë këto ditë të fundit, njëjtë në nërë, okej? Kur? Ishtu e ka, po nuk ishe naj kur. Në që s'do me besu, më beson, që s'do me besu, mos beso, është okej. A ke qenë i... Plus kam qenë i karikum, po. Jo, i karikum, okej, se nata na karikoj të gjithë, po, dhe është reciproke, përse i përket karikimit nga nata. Po, e imagjinoj. Por, nuk më shqetëson më shumë e mbrëmshmja, Okej. se sa më shqetëson fakti që po më krijohet përshtypja që ti ke qenë i predispozum për të qenë i ngarkum, qoftë edhe nga një fjalë thjesht, sepse ke të mbarsura gjëra. Po. Mu më shqetëson mbarsja, nuk më shqetëson ajo e mbrëmshme. Okej, e kuptoj. Dhe du me kuptu origjinën, domethënë, nëse për ty mbarsja është që si puna e asaj të folmes mram, unë të pas kam folë dhe 4 herë tjera, dhe kjo lloj e folme ty nuk të pëlqen, unë nuk e kam fare problem që të bëj ndjetër, ta moderoj të folmen dhe kur të flasim bashkë në të tilla raste, kur ti më ofron diçka, unë them Indrit falenderoj shumë, por nuk dua sepse jam duke pirë verë, domethënë ta moderoj unë, nuk ka asnjë problem. Nëse është ky problemi, nëse ka një problem tjetër më të mçefët,
edhe në një stres që, domethënë që veç ti mund ta kesh, se unë me ty zero, diku ti thonë s'kam kur gjë. Nëse ti me mu ke zero, si mund të kem unë me ty 2 edhe 3? Domethënë ma shpjego. Jena i to po të pyes, se unë këtë kam perceptu. Ma shpjego sepse unë dje u trasha, u ktheva ke zjarri, më tha Liri, më tha, ma ka bë 4-5 herë tjera, i thash. 2-3 herë tjera, thash pas po ka rëndësi shifra, po. 2 herë tjera. Po s'po ka rëndësi pra shifra. Edhe një herë tjetër. Domethënë, mu më shqetëson përsëritja e rastit. Po. Dhe nëse rasti është njëjtë si kjo që më shpjegove, si ndjesi, që shiko se unë nisa për mirë, kurse ti më trajtove sikur as si shef që unë po pi kështu dhe pse më thua ashtu e ku di unë. Nëse ty të ka tingullu kështu. Unë kështu flas, kështu kam fol gjithmonë me ty, kështu flas me të gjithë, domethënë Unë për nuk e kisha të prume, nuk e di unë se shoh vetë nga jashtë, ndoshta është diçka që është e papranueshme. Triqem unë, s'ka problem. Unë triqem, e moderoj, them faleminderes, Indri mos u shqetëso. Ka dhe zgjidhje tjera, ka dhe Indri mu mos më ofro. Je po tjerëve, unë kur kam nevojë shkoj e marr vetë, domethënë ka 1 milion zgjidhje. Absolutisht. Zgjidhje drastike, zgjidhje marrje kthese but, marrje kthese shpejt. Absolutisht. Unë nuk desh, Nëse është kjo. Po. Nëse është diçka tjetër, ma thuj sa nuk është vonë, sepse shtresëzohen gjonat dhe unë pastaj nuk do di se si të manovrojmë, kupton? Se mu nuk më intereson, Indri, mu nuk më intereson. Unë edhe një jetë, unë nuk kam unë që armiq, ku di unë, apo njerëz që më kanë inati, unë nuk kam. Unë jo që s'kam njëri, po. Dhe kur ndodh, unë kam një huq të keq që unë bëj blok, më kupton, dhe kur domethënë mos vafsha deri tek ai moment, se po thash fjalën e fundit që unë me këtë njeri kryq, unë kryq edhe kam kokë krutani, nuk kthehem më mbrapsh. Jene i saj. Mezi shkoj deri tek ai moment, ama po vaj tek ai moment, unë nuk kthehem më mbrapsh. Jene i saj, të kuptoj 100%. Dhe në tilla raste është mirë dhe unë përpiqem gjithmonë për me e zgjidh rrugës dhe për me kuptu shtresat. Ta thash stresin ta me fillim. Se incidenti, më fal, po nëse ripërsëritet dhe ti më vjen me një background mund të cilin unë nuk e di, atëherë të lutem mas qaro që unë ta mendoj më thellë, kupton, dhe të mendoj mirë përpara se të flas me ty kur ti më ofron mu diçka për të pi apo për diçka për të hongër apo ku di unë. Shumë e saktë. Kjo është historia. Shumë këtë merak kam, kupton pastaj. Absolutisht, nuk ishte gjestje. Unë në Roma, në Malopate, në Lopën, shko atje, unë nuk kam asnjë problem, unë jam grur me gjithë, kupton? Backgroundi, cilin po më kërkon ta thash fillim, unë kam perceptu këto kohët e fundit, po ti po më thu që jo, absolutisht jo, dhe për mu marrën filmi. Ma trego, në qofse ma men, unë nuk i moj me më mirë, momentet. Mu kujtu, kena bo shaka, qofse ka ngell hatri që e bom kongë, që a do uj, jo kam birë, a do uj, jo kam birë. Jo, mara ishte shaka. Ajo ishte shaka. Më thuj, sepse unë e kam kaq kollajt bëjnë djetër ose aty s'ta pret menja. Po ti jo marrë mirë, po problem. Prap betemi. Po, e di, e kuptoj që thu, po nuk është kjo rasti. Unë thash, nuk është rasti do birë, kam birë, do uj, kam birë. Nuk është ai rasti. Nga që është rasti njëjtë, po them. Po jo, pra nuk ishte ai se ishte... Ka pas disa momente që unë nuk i kujtoj se nuk të raj më mirë, nuk jam i sinqert, nuk të raj, nuk i kujtoj, a kupton? Edhe po ta përsëris në momentin që ti më thu, në kokër të synit, unë nuk kam kur gja me ty, në momentin që unë më bëjmë kështu. Perceptoj që... Po pse duhet kemë, Indri? Po ku di unë i shkreti më mirë këtu qasno më burë, është legjitimo nga ana jame, sidomos me persona që i respektoj më shumë, mu ullë edhe më... Indri, unë i deklaroj gjërat. Okej. Filani, Gresa ka tregu munges respekti ndaj meje, unë e bëj skip. Okej. Ndodhe ajo që ndodhe, erdhi surpriza e babës, e pashi ishte tjetër njeri, mora kthesën, i thash të du fort, më do fort, maroj fimi, iku. Unë bëj deklarat, unë nuk bëj kështu skufëriqe, më kupton që... Nuk ka pun skufëriqe, sa pun thjesht... Do dhe kështu... Mon mërën, to kena strese, ta kupton, si jena makina. Dakord.
bashkë me streset mrena, qoftë se mu nuk pëlqej gjë, unë ta them se Indri mu nuk më pëlqen kjo gjë. Okej, marrë Dhe fjalë. nuk jam nga ata që ta them në mënyrë tjetër, duket Si që bajnë tjerë, okej. duket fol ashpër apo duket denigru apo duket, domethënë vjen keq Që e ka mendu. që sidomos ti që supozohet që njeh ma nga afër, domethënë ma morësh tjetër për tjetër. Imagjino këta që shumë këtu nuk më njohin. Unë e mora, e bana, e pas kam ba këtë gjë, e kam ba me sinceritet se e kam mendu dhe ta thashit është. Edhe unë nuk kam pas asnjë lloj prapamendimit. Paktën për atë mram. Okej. Nëse si ajo mram, janë dhe 2 apo 3 raste tjera që ti si ma mend, si tutëm mend. kur ti kujtosh, mi thuj, Po. hajde t'i sqarojmë një mas një që të gjejmë zanafillën dhe të bim Nuk rehat. ka sens